Minatorët e Bulqizës se nisin vitin e ri 2012 me protesta. 70 minatorë të zonës D në Bulqiz kanë sfiduar temperaturat e ulta dhe kanë protestuar në hyrje të këtyre galerive të tyre në Bulqiz për rifillimin e punës. Minatorët janë shprehur se po protestojnë për të drejtat e tyre, pasi nuk arritën të festojnë as festat e fundvitit për shkak se firma ACR nuk ka shpërndar pagat e tyre, siç parashikohej në marrëveshjen e nënshkruar. Minatorët e zonës D nga ana tjetër kërkojnë nga Ministria e Ekonomisë dhe firma koncesionare ACR që të mos i mbajnë galeri të bllokuara, ndërsa avion të punohet në të zezë që prej datës 25 korrik të vitit 2011. Ne sot kemi ardhur të vendosur për të mbrojtur munin dhe djeshtën që kemi dhënë këtë minjer. Në rast se nuk do ta zhbllokojë në mënyrë urgjente ministri urdhrin për rehabilitimin e galerive, ne do t'i mbajmë ashtu siç punon palishmit forcërisht gjitha galeritë që ka. Dhe kemi ardhur të shohim galeritë që kemi punuar ka kaq vite për të pasur se si atë gjendja, se këtu kanë punuar njerëz të paligjshëm, se kush janë këto i dim vet ato. Veprimi jona nëse nuk e zhblloko ministri këtë punë, rryet nuk kanë çfarë bëjnë. Rryet nuk janë gjendje ta ryjnë realisht, sepse rryet nuk kanë drejt që të futen mbrëm. Në një kohë kur të palishit futen jashtëzakonisht shumë normal. Minatorët e zonës D shprehen gjithashtu se janë të vendosur që të hyjnë në madje edhe me forcë në ambientet e galerisë, në qoftë se Ministria e Ekonomisë nuk lëshon urdhrin e rifillimit të punës për minatorët e zonës D.